Përshëndetje shikues të nderuar, në emisionin e kësaj jave në përballje me gazën kena hujzën e respektuar zoti Osman Muslia. Hujzë mirë se na ka ardhur në mesër është muaj i shajtë Ramazanit dhe shpresoj na më marr përzitje dhe shumë pyetje që lidhen me azherimin e muslimanëve. Përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tuaj. Njëherët përshëndes gjithë besimtarët e besimit islam, ju uroj muajin, edhe pse ka gati gjysa, muajin e madhëreshëm të Ramazanit, muajin e mëshirës, muajin e Kuranit, muajin e diturisë. Faleminderit për ftesën. Shumë njerëz kanë pas mundësi edhe me lexuar me ditë, po për ata lexues që kanë interesim edhe me marr në kënd vështrim për juve dhe në dije pak a shumë për juve, cila është rëndësia e muajit Ramazanit? Po Islami është një ndërtesë që i ka shtyllat e veta, edhe ato janë 5 shtyllat kryesore që janë shahadeti, namazi, Ramazani, zakati dhe haxhi. Çdo njëna i ka vlerat e veta. Po ky Ramazani është pak sa më i veçantë, për arsye se për shembull shahadeti dëshmon që Zoti është një, pejgamberi është i dërguar i tij, edhe vetëm nëse ta rrogu ndaj qysh ndaj lagështi, ndaj fat dyshimi na kërë, duhet mi përsërit prapë, edhe me i kërku falje Zotit, se do më ka thonë Zotit besoj, e tash me pas në farë me dyshje, do më është mirë me sa herë të bish shahadet është mirë. Ka dhe që herë të përmes, se edhe Zotin Kur'an na ka thonë, përmeni ju mu, ju përmeni ju, fadhkuruni edhe kurkum, ju përmeni ju mu, ju përmeni juve. Pra, me ro shahadet, sa herë të bish shahadet, nuk e ki obligim, detyrim patjetër, po sa herë të bish të shpërblejesh për ata. Namazi është i lidh me pastërtin, është një prej shtyllave kryesore të Islamit. A lejohet azherimi pa namaz? Po, se çfarë është problemi? Këto janë të lidhur njëna me tjetrën, që se kryen njënën s'ki drejt me bot tjetrën. Kam po dikun realisht në deklarim në hujzë që ka Qëre këtu bo fetva me do të lifar hoxhe edhe me do njerëzit me mendime tyna. Që në rregullat e Islamit, as një ibadet nuk është kusht për një ibadet tjetër. Shembull, namazi është i lidhur me abdesin. Abdesi është edhe ibadet, është edhe pastërti. Se pa abdes nuk mundesh me hy namaz. Mirë, po që në Ramazan për shembull pastërtia nuk është kusht. Nuk është kusht. Domethënë, edhe ai që nuk falet, nuk e ka kusht, që kusht është më fal nëse do me agjëru. Pra, është agjerimi diçka, madje, edhe është një derë në xhenet, që na hoxhallarët mësojmë xhamatin edhe kemi lexuar dhe pejgamberi alayhis salam na ka për. Është një derë në Kur'an që në xhenet që thirret dera Rayyan, dera e agjeruesve. Pra, me dhon fetva në mënyrë paushalle, mund njerëzit, po në realitet Ramazani është një ibadet i veçantë, sikur thash janë 5 shtyllat e Islamit. Normal, nëse nuk i ki namazin, nuk e ki edhe vlerën e besimit në nivel, për arsye se namazi është Jo, Ramazani nuk e dëpson, mirë, po në realitet as po ngjinon 12 orë, 13 orë, për shembull verës edhe 17 orë, 18 orë po na vjen. Edhe po rrim pa bukë pa ujë, mirë, po që të na për fat keq është kriju një kulturë që Ramazani respektojnë më shumë njerëz se sa namazin. Shembull, përqindja më e madhe besimtarëve agjerojnë Ramazanin. Po namaz nuk i ki, gjithë ata njerëz në xhami nuk i ki. Se po të ishin krejt ata njerëz edhe në namaz, mo xhamit nuk na kishin zonë Kosovë, po s'na kishin zonë ashtu edhe. Po hoj pas flas për vete. Unë agjerej që në 4 Ramazan, edhe namaz nuk shajnë ashtu si. E pas po nuk guxon me posat brengës që am pranohet as më pranohet agjerimi. Agjerimi është një urdhën i veçantë i Zotit. Namazi është një urdhën i veçantë i Zotit. Zakati është një urdhën e veçantë i Zotit. Haxhi është urdhën i veçantë për shembull. Thash në Ramazan, agjerimi është kusht për kushteve të Islamit. Shembull, zakati është kusht me ato që ki pasuni. I ki 100 euro, të rinë një vit, 2 euro gjys ja ki bërë fukaras. 2 euro gjys nuk janë tuat. Mos më dhon që ato 2 euro gjys i hajnë. Po kanë për vjet Zotin. Se Zoti ta ka dhënë shëndetin e ke fitu pasurinë, ki për shembull 1000 euro, 10000 euro, që të rinë ose pasuri dele ose lop ose çfarë ki edhe ti nuk po e jap ato që ata ka kërkuar Zoti, ti me një farmyre i hajnë, po hajnë që po mundosh me vjedh Zotin. Edhe atë do të me pas frikë, pra zakati është haxhi, është kusht për ata që kanë mundësi fizike edhe materiale. Ramazani ata që kanë mundësi fizike që janë të shnosh. Sikur Zoti gaz ka dashur i ka zell. S'kun luftë. Nuk luftojnë tonë. Dikush bën ujë, dikush buk, dikush arme, dikush në vit fronti, dikush jap logjistik, edhe sikur Zoti ka thënë në Ramazan nuk na ka obligu këtë njerëzve. Shembull plaka, ismuri, gryja me fëmijë për xhini, gryja 7 zon, udhëtari, pra e ka klasifikuar Zoti ata njerëz të cilët e kanë me bërë, ata që janë të përgatitur, sikur
gati që kur ka dosh me ra përgatit që nesër me kërsit lufta, këton nuk liftojnë, po disa kanë me bërqë. Për punë e otorit nuk po më i pat vetë. Për shkak se na që kena dëgju edhe dëgju ko pas kohë, kjo çështje lidhet edhe me distancë kur merr rrugë, domethënë në kurat para kur s'ka Kur ka nes njerëzit kam. kur ka nes njerëzit kam, ose me deve, pas nëse i ka kilometra ose ki rrugë gjatë, atër të lejohet me prish agjerimin, dërsa në përshë njerëz që na rratojnë shok njafshëm sana, që shkojnë dhe në Tiranë ditë sotit, për shembull, 3 orë e gjys me automjet, flatën kërë, klima këtë, se adin valla shkuvan Tiranë më dërë me prish sa. Po që nuk është mirë njëri me gjithë një pretekst, shembull se një ditë e agjerimit në Ramazan, nuk e ka vlethën e ditës e agjerimit jashtë Ramazanit, se ti ato ki drejt. Ma drejt ta ka do zoti udhëtarin, ne ka liru zoti. Çto me kilometra pra ka pëna... Po 82 kilometra, ta 75 kilometra. Po të tash për dikush shkëndim Prizren, me thonë valla... Unë isha një rast në pej edhe me erdhen do për Prishtinës edhe thonë, përshkurdojmë namazin, pse, tha, jena udhëtar. Po për pej Prishtinës në pej, çfarë udhëtari je me Mercedes, ja, klimen, po, nëzit. Pra, unë jam prej atyre njerëzve, prej që thamë, ata që kanë mundësi, në Zotit ka leju si udhëtar me hangër, po ata që kanë mundësi mos të prishin, pse? Se dita Ramazanit ka tjetër vlerë me ditën që kemi ngjinu mas Ramazanit. Pra, ata që kanë mundësi, nuk është mirë me shfrytzu këtë drejt, edhe pse ki drejt. Shembull, kam pasur do xhallar në fillim që reja se ka me bërë me këshir vjerrin, as vjerrën. Babën e burrit edhe nënën e burrit. Theshin do xhallar për pora, po tash i kanë rënë. Ja nesër me navigazu grot ka pa. Po jo vjerrin edhe vjerrën. Po një jabanxhi me të kërkun ndihmë ki për detyrë me ndihmu. Unë e përdori ka një fjallë se këtu në Mitrovici jeni pak i keni edhe këta këshin ngat. Po nëse janë po shkallë me të lim ndihmë të më dhon njëri. Nëse ki mundësi se nuk ligesh në këtë aspekt, po ti je më i fort. Pra e lere mos me ksyr babën edhe nënën e burrit. Që jeton me një njeri, që e ke bo jetën një, mos e bashkëshërësia është jetë një, e tash. Po në realitet, edhe burri tani e ka për detyrë me sjell mirë me babën edhe me nonën e grus. Se është e ndërsjellta ja. Mos problemi, po ki drejt, po dësan edhe psi ki drejt, nuk është mirë me i shfrytzu edhe në Ramazani. Ramazan, për shembull, njeriu që ka mundësi shkon me kanë obligim me azhuru. Në Islam është puberteti, dhe mosha madhore, edhe të vojza edhe të djali, kur ty në mosh, dikush në 12 vjetë, dikush 13, dikush 15, dikush në 18, e dikush për në veti deskret, ose në mbili kur në i thujna, është problem, mosha madhore, po vjetë nuk janë në Islam, dhe më regullat të shëriatit Islam, viti nuk është kusht, po është mosha madhore. Apo na tregon në rrëfim tonë njëcur, si ke vendus me shkun me drezej, me studiu, edhe qatë shtyni, a ishte vullnet personale, a rrethonat familjare? Gazën e jam një djallë i një familje mesatare, fshatare, i lindun në fshatin Likos, në vitin 1962, si vjetë ka qëllu dita Bajramit edhe ditëlindja ime për një herë me 30 mars, dhe ma shpërlemi edhe kam kry shkollën fillore, 2 klasën e parë, klasën e parë dhe 2 e kam kry fshatin Rëzal, se lagja jone në Likos, gati shkolla Likocit dhe shkolla Rëzalës janë si kena pas si njëjtë, e baba na ka quat në shkollë të Rëzalës, përshka se në për Likos të dash mira në për livadhe dhe ujë, e kënjena s'ka pas ujë. Vitin e 3 tani kam shku në Likos, kam kry shkollën fillore në Likos. Pasi që kam kry shkollën fillore, im kon një klasë me 2 djemë miqës, stagjës. Njëni me ty në ka qenë maj vjetër, po kam me të klasë tonë, edhe baba tash ma kushzaj me shkun me drejse. 77 kjo ka qenë, unë nuk dajse, po ka qenë imponim, po imponim shumë i mirë dhe i fresë, më jam shumë falenderus për indi që ai ka ditë më mirë se unë, ka njerë edhe këto, po e shfryzoj si rast. Çka shty një prizë? Erinin, më thonë që ka njerë edhe kur duket që baba e ka keq, mos menoni që gjithmonë është keq, se po del ke mirë, se mu më ka dalë shumë mirë, dhe mo prindi ka qenë një prej besimtarëve të sinqert. Nuk ka qenë as fetari i devotshëm, as fetar që ju ka nejtë gati qatë shumë namazëve, Ramazanin e ka pas shumë jaran, madje në Ramazan ndoshta ka qenë jeshin sëtë, po mujna mi bon na, në këtë kushte ekonomike që fare bajke aj Ramazani, edhe aj prej frigës që komunizëm, zda të ketë hoxalar, të logarit e gaz, kur kom shkun me dresën, është i vetë me djallë për i drenice kam qenë me dresën. Dhe më në vitin e parë.
masa ne kanë orë dhe 2 djemë tjerë, një i Tersenikit, një i Prekazit, të marrën krejt medresen 5 klasat, atër se ka qenë medresa 5 vjeçare, jemi konë dikun 5-6, në zonë sa Drenicës më duket krejt, për më në 5 klasat. Edhe më është problemi baba nga frika që do të zhduket islami, do të zhduket në xhallar, s'ka xhallar se komunizmi në haz, edhe ma ka imponu. Më kujtohet, i kom shef dokumentat në Hamar Drithit. E 2 djemë të miqës kur kanë shku, më rrisë në gjimnazë Skënderaj, unë kom këshirë me i morë dokument më shku, kur shku si kom gjetë. Më kësh pas hetuze er baba, nona, dikush. Edhe baba i kërë pasu dokumentat në Prishtinë. Kam shku në Prishtinë, medrese, më kujtohet fort mirë të kaj, prej Likovë si gati dhejnë Prishtinë zdu më bohëgjë, po e falenderoj Zotin edhe ish drejtorin e medresës, tash Rahmetli, doktor, profesor Sharif Ahmetin për kthysin e Kuranit që ka qenë jo veç hoqë, po ka qenë një psikolog, një pedagog i lezetshëm. Edhe më kujtuhet mirë kur më ka dalë në klasë, në zyre, më ka qitë jashtë, baba në kalon zyre, tha që ti djali, këtë plakin tha ne ama shtrojna. Ti tha reja 6 mujtë ditë këtu, dhe në gjysmë vjetar, unë të regjistraj vetë në gjimnazë të në Prishtinë, plaki se merr vesh të e kry në gjimnazin edhe mos ki nevojë më shqetësu. Se unë vetë hoxha kam veçu me të regjistru në gjimnaz, po këti plaki se si kallzojna heq. Ai profesori kishte pas ditë mirë që kur bonja 3 muaj 4 ato, mua dhe më thosh shko të cilën duhet gjimnaz, më nuk isha shku, edhe është e vërtet. Kur u bon gjysmëvjetori, më ka thonë, hoxha Osman apo do më shku, tash në gjimnaz më ja dëmënaj që të se të kom më mirë, e kom kry medresen 77 të 2 më 5 vjeçare ka qenë atër medresja, kam registru fakultet orientalistikën, po unë jam fëmijë, ka njerë baja i gare me gru 2 të babës, jena 3 vllazën edhe 4 motra, një vlla kem pe babe, edhe tash unë jam fëmija i madh me gruën e dytë, ai vllavi që është me që kem vlla pe babe është 3 vjet edhe ai mas meje se njerë ka si kanë vdek, baba si kanë vdek fëmija me gruën e parë. Edhe tash kur e krya medresen 5 vjeçare isha i përgatitun, domthonë edhe më dasht fillon vllaznia në shkollë, motra në shkollë, edhe shkova. Ai nisë punës mandej. Edhe tani në 84-ën shkova në imam në fshatin Peçan të komunës së Varrikës. Mas 82 se kryta medresen, u registrova në fakultet na çunë ushtar. E kryta vitin e parë orientalistike, në vitin e dytë pa e kry shkova në 84 në hyna në Peçan të Varrikës. Imam kam ne 13 vite. Do shta është jeta një prej kuve më të mirat mija kur kom jetu në Peçan të Varrikës, se vërtet kam pas një respekt, po kanë qenë edhe njerës mirë, njerës sjellshëm. Mikprec, janë ka dhe xhamat që... Të isha, banesha... Ja, kam banu atër, ka qenë shtëpia xhamis, gati në podrime, në përgjësi edhe në shumë vene në Kosovë, xhamia ka shtëpi, sikur në Drenas, edhe në Drenas ka shtëpi në xhamia tu, mo kom jetu në shtëpi të xhamis, dhe mo i kom pas tani vllazdin në shkolla, motrat në shkolla, jam falendëru sa ti fshati se krejt dhe mo vllazdin dhe motrat i kom shkollu, sa kam qenë imam në fshatin Peçan. Të 97-ën kam ardhe imam në Drenas të Drenicës. Edhe kur kam ardhe imam këtu në Drenas, ka qenë dëshire babës e familjes, se nuk e kisha lëshu Varrikën, edhe sot e kam atë nostalgjinat, respektin edhe nuk ka mundësi me kalu një muj. Përse njerëz mikpritshëm. Ballaj, unë një muj ditë nuk kalon, s'ka mundësi me kalu muj, pa shku një herë me nejt në Varrikë, në Peçan, kam ish shok që vërtet kam respekt, me qenë se po pakuën tash, se tash po vinë gjeneratat e reja, po aja gjenerata jam edhe gjenerata me vjetër shka janë, Milistash ka dek një plak, ka qenë një burë shumë, e kom pas shumë shok, një bësin Daut Elshani, a i bile Ngutsha ka qenë shumë i lezetshëm, ka qenë plak përparimtar, plak i cili vërtet ka pas raportet mira njerëzore, e prej Varrikës ka marrë në Drenas. Cila mund është me na do një moment, gjatë ku sa ka qenë në Varrikë, që të kalon brisa mas shumë të. Po Varrikë kanë përgjësi është të më këmë kalu jetë mirë, një rast ka qenë interesant, atëherë gaz kur i mërshin, e që në delëshin policia serbe dhe na i mërshin flamurin, ndarsëm. Ishte një rast... Kush del ke bajraktar, bëj ke gati për me dek. Dyta, ndoket e treta, të më natë dytën, tash nuk jam i sakt, edhe ishëm një darsëm edhe, para se më një skryshit e bëjshëm biset, që qa me bo për flamur, me mora, mës me mora, unë isha për mës me mora. Edhe po më thët njoni, tha në realitet, tha, jo gjallat nësa se keni gale, e si patriot, edhe të sët po koqa si patriot. Me tha, ma mirë s'pe morëm, se më na e morë dhe që është në ligin fart, edhe në pashnojnë. E ma mirë se morëm heq, edhe
Thash se mi marë, unë jam, se atëherë është një kohë traditë suare, ka pri Hoxha dhe 2 tjerë, tani Flamuri i 3. I 4 në realitet. Dhe mo Hoxha edhe 2 tjerë, tani Flamuri. Edhe më na mur Flamuri, unë e bajnë e reagim, jam pak temperament, jam pak si vulgar, dhe mo në atë aspekt edhe mu i murruk me shkije, edhe tash na del në i të lashe. Në realitet, sikur me pas ditë, kur dolëm të fabrika Ballkanit Suarek, na dolëm policia serbe për para, na ishim me traktor atëherë, veç i nusja në kerë, edhe ato bon i gabim për shkakun sikur të ndalim bajraktarin, duhet më ndalë edhe këtë traktorat mrapa, kerët mrapa, po në realitet ata ja bojnë ty në tjerëve kalon, tash metëm veç na. Ai bajraktari që e kish Flamurin, dhe më pak ish gërbetzi, u frigu edhe policia tha daj, ma jap Flamurin, kë pak e zgati, unë edhe këceve e kapa, po nuk mujta mi kap shtizën, po kapa veç Flamurin, edhe tash tëngëri ka dole afrova e kapa shtizën edhe e ngreja, ai polici ngre, unë ngre dhe e nxera, bili, kur e zgjuva mra pak nena, i lëndova pak këta që ishin rimorke të traktorit. Edhe më ka piskot e policia, tha, puca që, atë kërsa, është kërset, se ata kanë pas të adita që një përshkel në krak tu. Thash unë jam kryetari i dasmës, edhe unë përgjësinë e baj unë për këto, çka ki. Ama dhe letin eftimin, dalish në kartë, ja dash, kur e pas Likov Skënderaj, po tani në flet, ka qenë ato fletën e eftimet Jugoslave, të mo kanë qenë me fletën e dytë ka qenë në vendbanim Peçan, Suari, thash jo jam i Skënderajt, i Shërbicës atë litë, thash po jam i Peçanit. Tha ku thash këshir nato nare, kur vishir për shumë i kisha unë 5-6 vjetë që isha imam në Peçan. Edhe mos zboni zoaj, dikur të kërë, ma shkurt polici nuk na usin alshaj. Edhe tash janë nisën shqiptarët më lifdu. Unë e thesha s'du më lifdu se mashin e shere, se kanë janë natë lifdojna, se kuraj që kërë kështë shinkoh ato arrej policia, tha Hoxha udri, tha, mës ke Hoxha me tha udri, tha kënë të mitë policia. Edhe ata, po të më lifdu, ma beshin shere, thash, mos më mërni me këtë punë, e në realitet ka qenë kjo rast shumë i që se arrej kur, edhe një rast tjetër ka qenë kërë më shku me një darë, që më ka qenë një familje pak Jugoslave, edhe 2 flamuar, atë dhe flamuar në Jugoslavë, atë dhe tonin, unë isha i pari, edhe tash, unë e përdojrëm edhe qita tonin për para, ato të mraba, tash a jërë tha, hojshta, këtë du të me konë, tha se kjo Jugoslavisë, të tisja. Thash, ja, tash unë këthejna së zvi kroshkeq. Po, të mo, a i tani u heshti, e kur hënëm në Rahavec, e kemi morë nufësën kur se arrej, kur hënëm në Rahavec, ata Rahavec litë të lezetëshëm, dhe ma kush, e dishit që Hoxha ka po, e këto janë 2 raste që si arrej kur, ka dhe protesta, demonstrata, ka marrë pjesë. Ma shkurt, me Suarek e një mkuj mishtunë shumë, edhe Suarek edhe sot e ka marrë pjesë. Se vendindja e dytë. Po, bili, me thosh shpesh e gruja dhe thëmija më akuzojnë që ma që ka me shku në Suarek, në Peçan se sa në Likov s'ku më ka falë zoti. Se Likov si në gati s'kam kur falë. Ma ndej këthimin të Renas, qysh kalove? 97 majtë 97 s'ka marrë në Renas, edhe jo qashtë fërë që kam pas dëshirë, po thash baba, familja, o bon marak edhe, e banëm një kontratë me gjematin në Renas, edhe pse dhe atëherë hoxhallarët fërë që më kanë pritë të mirë së ardhen. Pse, jam pak si rebel, jam pak si, unë e kam të lashe ka pak me tonë, se më nërna me thonë ato shka jam e nëja thamë. Edhe ato, dhe më nuk është ma shkurt, nuk pa kam naft gaz mja mojt akulla, pim shoj si trup, dhe sen edhe dën i lendaj ka pak. Edhe jërë dhe Drenas, ma shkurt prit natës, totës, gjemot në Drenas e kam shumë nivel, jam shumë, edhe pse ka pak më hoxhallar, nuk e qaj fort mirë, as me ata të kryesis, as me këta të politikës. Që në raportet me drejtusës të bashkësisë islame, konkretisht me Naim Tërnovën? Unë s'kam kërfa raportës, ajo është miftia i Kosovës, me mujtë sa dërdzaj, me mujtë sa të se shanat s'kam konsht ato, po për dëri sa të mifti, duhet me Kërza dhe kene farë demokracie? Po, ja, unë sot me mujtë sot nuk e shatë. A shqis po mujtë nëllë, a e të lërën udhëtësia bashkësisë islame që demokracisë të në ndryshe? Unë e di që ato për mi hjek me zgjedhje s'ka mundësi se ka bon një sistem zgjedhor, që se soj, që as Tita, as Lenini, as Stalini, ma të furt, as Enveri se kanë pas. Ka sistemin zgjedhor, që se soj që së një afrohesh ngatë, për me zgjedhje nuk ka mundësi kur qysh më afru ngatë. Pas zgjedhje me gjëk s'është e pahjeshme, me dalë me sulmu. Ajtë unë nuk e di pse s'po më shkarkon, ose ai e din mirë, këto qëndrimet e mia e din mirë, e din që nuk e du, jo si individ, po si mifti,
se si individ s'm ka bo kur gjë, si kum bon as aty kur gjë. Gat prisje moj menën e po e ka tepru, jo tepru, por ster tepru. Mirë po shpëlimi edhe do xhallar janë xhallar të ngozatlish kanë herë, po thënë s'ka kush as avancan. Kjo është më çudit. Mjerem është për ata xhallar që thënë skemi më të mirë edhe s'ka kush as avancan, e kombitet si në xhallar Kosova. Unë Pas një mëret e kish pas një knus të knëke për qef, edhe për thët grus një ditë me rapre një knus, po kish pas edhe knëj si tjerë. Po gruja zanë e prejnë qatë knusin e që jakojnë ke zonin mëretit. Tha kur shkoj, tha mos spinin, tha knusin të knu. Tha mos e ke prej ato, tha vallaj se ditë një nduket po. Tha po në sabat nesit, tha pinin të atjerë të knu halo ma mirë sa ajë. E do xhallar, menoj që nuk din me këtu kënaqësi tjerë. Knojnë halo më mirë, mja hek ato të mollin, këta tjerë knojnë halo më mirë, son jam gaz pak fanatik. Bashkinë Islame e du. Për Bashkinë Islame s'ma bremenia hoç që mundet me ngul kom më shumë se unë. Po unë mendoj se institucioni i Bashkisë Islame duhet më kohë respekton shtetin e Kosovës. Jo më përzin zona që nuk duhet më përzi, po edhe shteti nuk guxon me lu me dinitetin e xhallarëve dhe muslimanëve besimtarëve të Kosovës. Përzina ka paka politike, kështu nuk është... Qëre, hoxha nuk mund mos më konë politik, po Bashkia Islame është institucion i shenjt i këtij vendi edhe duhet me konë shnosh, me konë fort edhe më respektu prej institucioneve shtetit. E jo miftia me nga mas. Unë folim arët për medrezejnë qysh drejtues të sojnë kuën kur ke studiu si fëmi kanë qenë shumë nivel edhe shumë ikpret. A menën që e një i tash, për shkak se viteve të fundit ka posë shumë akuza për mësimdhënë si të mëna Bashkisë Islame, për mënyrën që trajtojnë. Bindo gaz që një kosh, që e modin nështë janë javë 12 vjeta, 13, që mon nuk jam fort në gjarje, nuk po merë në asme medrese, është e vërtet që ka pas fjallë, ka pas, por unë e di që ndashtë tash, është kushtet janë më të mira ekonomike dhe shumë sene më mirë, po aspekti edukimit, i shkollimit, kështu ka degradu në nivel, ka vjetë edhe në sistem publik. Po normal, unë shembull e kam pas kujdestar klasët të figosh. Ai ka qenë edhe edukator edhe ka qenë edhe kujdestar i klasës tonë. Në realitet unë gjithmonë ku mendua dhe sot e kam bitin që ai na ka dashur kur më na pas fëmijë. Jo që ka qenë veç profesor, po Sherif Ahmet unë ku mendoj që na ka dashur fëmijën e vet. Mo jo se ke pas si profesor, po ke pas kur prind. E në realitet tash edhe në për gjimnaz, edhe në medrese profesorat po pinë kafe, besa ka një herë në për këto shkollat e mesme edhe birra po pinë bashkë me nxënësa, të hub vlera tani, nuk i vlerë. E ata profesorat më herët kanë pas një karakter pak ndryshe, kanë pas një edukat ndryshe, kanë pas një sjellje këtë ndryshe me nxënësin, edhe i kanë rruar raportet, shoqëre me babën njëri mund më pasën vetëm mi kam shumë raportet mira. Edhe ngucën pa hajgare, provokon babën e komus shumë. Bile shpesher, i thesha Rames birti pas. Thesha babën e kum lexu Kur'anin, as of nuk ban me të babës. Se le më që u dorë, a më thesha shkelmat, s'përmerën ti shkelmat bëllam. Edhe i vish kesh kera me spirti pas, pra humori lejot, po i ka kofit e vetë. Nuk u zënë me... Edhe tash medresa, nuk është ajo medresa që ka qenë, nuk janë ata nxënësat që kanë qenë, ndoshta ndosane janë më mirë, po ndosane sipas meje jo. Në aspektin e edukimit, në aspektin e sjelljeve të nxënësave janë këtë dallim i madh mes. Proporcion me numrin e banorëve të Kosovës. A menën që ko xhamia shumë Kosovë? Po edhe këtu me pas tash kur sjellën pozita dhe kur s'ki mundësi. Ako standard, Bashkia Islame na përbut përputje me numrin e banorëve. Shembull me pas kohën e Miftie kisha bën një standard ndërtimit të xhamive. Në qytete si Mitrovica, për shembull 10.000 banorë në xhami, ose në 5.000 banorë në xhami. Në fshatra 2.500 ose 3.000 banorë në xhami. O i ban 2 fshatra, e ban një xhami në mes. Jo ku ti teket dikuj me ndërtu xhamia dhe kuj ti teket për arsye se po degradohet edhe xhamia, shembull, sikur ta pushtetarët tonë që janë se morën shkolla në për tana Maholt, tash po mbyllën shkollat për Tash më thotë gjysa në shkollë, por mos përbim, është mirë me bëni studim. Jo me bë sanet veç shkelë shko, po me bë studim. Shembull, cili fshat s'ka xhami, që ky është ky. Sa banori ka, ky ka 1.000, ky ka 2.000, ky 1.500, hajde bëjnë një xhami në mes ato. E jo, sikur Skënderaj shembull, Drenasi, domethënë Drenas që tash ka nevojë me kohë dhe një xhami ashta. Për arsye se xhamove nuk po i zan, po folen xhamoti edhe jashtë. Se xhami për Bajram s'në marrë kërkush, se xhamia s'marrot për. E tash, në çdo qytet, Skënderaj, Drenasi, Lipjani, Malisheva, Klina, çdo qytet e zëvon, unë kisha thënë buka 2 xhamia, tash e meritojnë ashta. Por janë fshatra, në çdo mahall sikur
një pjesë madhe. Mitrovica në fshat në hyrjet Mitrovicës 2 xhamia ka. Po 2 xhamia se biznesi ka luajtur. Sigurisht ka luajtur biznesi, nuk është më shkurt. Unë mendoj që këtu dosh me pas kriter në ndërtimit të xhamive, po këtu s'ka kriter në kur gjë. E as në shkolla, as në xhamia, as edhe kështu ambullonta që i marrëshin edhe ato. Veç më shkurt me fitu një tender dikush edhe me fitu të pare, edhe s'marrua xhamia ku don individi, po ku don bashkia islame. Bashkia islame i ban kriteret. Këtu të na marrua xhamia ku bo një grup njerëzish, një biznesmen, edhe ato ndë me marrua xhami, kush jeti me marrua xhami. Do të me pos kriteret, me mor leje prej bashkisë islame. Po do të mirë mboj tani ajo do të. Normal do të më mbojë rruga hoxhës, ta di që për shembull sa keq jemi na që e përmendë bashkinë e hoxhallarët. A kanë rruga mbojë hoxhallarët? Go, që 25 vjet liri, neve si hoxhallar nuk na ka prek dora shtetit hala. Po na si hoxhallar jemi komplet jashtë sistemit shtetëror. As ka listë për fe, as ka kriter. Shembull të bëhet një padrejt në bashkinë islame. Ankosh, s'ki ku manku. Atë komisioni që e kanë, kush më të komisioni? Sigur në Skënderaj, kur ka qenë atëre Ferati dhe Murati, kryetar komunë dhe kryetari komitetit, në serbët ju kish pas bërë një padrejtësi diçka. Tha ku bashkëv ta bashkëta në komitet, pse tha ma kanë bërë kryetari komunës tani padrejtësi. E tha lude jedna, tha di budalla kia, tha po. Tu zi Ferata tha kot Murata. Tamam edhe këtu, mua në kuski, e tash me ko ligji për bashkitë fetare, edhe ligji i përshkruan vendi i punës si imam, vendi i punës si sekretari, bashkisë islame, kur përshkruan vendet e punës, atëherë mu nëse më shkilet e drejta, shamu përlet kjo xhallar që janë dalë në penzion edhe s'dalin në penzion pse janë klani në internavës. Kjo xhallar që janë në penzion, janë dalë në penzion, nuk dalin në penzion pse e kanë mirë me naimin. Edhe i lënë maksimum 65 vjeçore. Ose bën një gabim një njeri që është i naimit, heshtet aja, me bu mullas moni me njëherë. Atëherë pse ti për ato s'fole, s'ku që thanë medresa dhe bletë xhallar, kur bojnë gabime, ato heshtin. Pse? Është klani tyne. Me bo një kundërshtar i tyne, ose një njeri që jo kundërshtar, po në atë aspektin që s'është pjesë e tina. Që s'është servili tina, me një herë ti pritet tash akuzat edhe, kjo është kështu, kjo është. Për ato mendoj që mas pori shteti e ka fajin që se ka bo ligjin për bashkitë fetare. Po mu thani janë i gazetarë, tha pse, tha po. Na më tërnova, po spikon me nanës ati, se u ki do mjegu. Ose për shtetin fort nuk i drejt në ashtë manku. Jo ki drejt. Se, shtetin s'pe ban, Albinin e ki shak, po vjen të përren, viset pasul diska zisa bo. Po në shok i kam... Se s'po lja ban, të Albinin numrat i ka pos, mi bo ligjin. Shqe që është problemi, unë... Njëri ma me për shtet. Unë nuk që e mohesi e kam shok Albinin, po i kam shok edhe këta tjerë, me tonë kam raporte shumë mirë. Ajte po vjerë ma për cife. Po tonë po vjerë ma mërë pasull. Nuk e di qa vicer ati pasull. Po unë e kam odën, e kum ble odë, e kum bo shpine, tash kum bo odën një odë, edhe odë është tradit familjare, dhe ma dhe baba ka pas odë, edhe ma është problemi nëtë kusht të mësyn, veç qaj ligo, thët jo se tash, të në herë u kohë që nëtë nuk cakot, se zakonisht odë u kohë të dyrë. Një herë nuk cakot, se nëse se pret mira, ja dytë në herë. Po, normal. Në salën grave do të me cakot, se zban me hitë e gratë atje pa lemru. Nëtë ki drejt me një dhe pa lemru. Unë e kom prit nëtë e pres ato dhe pres zdo njonin, mirë po edhe nuk e maj që e kam shok, edhe me respektoj, për 2006, më kujtohet, kër e sinë atëre komunat, pak aja htesarit. Decentralizim. Po, në më shpërblemi, ja kom pas mundësu në gjami me projektor, e ka spjegu gjematit drenasit në 2006, ndarjen e shtyne komunave me shumit serbe në Kosovë, edhe që e ka pas bo gazepat, herë, unë e ku bleju në gjematit. Pra, prej atëherë që ti kam raportet të mira, edhe nuk e kam ku me ditë fashukë, që u ko 4 vjetë kërminister, asë njerë se ku më vizitu. Se jam marak me nga fërt mas pushtetarve, e di që kom pas pasu e ndrenis ka pak, se nuk o ka lej me kom ndrenis pak, si me pas shak edhe me dal njërë të hapër. Pak se që ashtu reflektën në problem. Po, unë edhe kryetarin e Mitrovicës, Bedri Hamzën, e kom pas, bilim, kër nga dek vlavë, mas shumë të njerës e normë më po për logë, ka qenë njerës të pëtëkës. Nështë ta janë kom, partia, Drenas, Skënderaj, Mitrovic, Qendra, me Mli Krasniqin, me krejt, që ta me Bedrin, me krejt, janë kom kër ngusht, edhe në varrim edhe në ngushlimin. Pra, unë nuk i shah si hujë, më kundërshtar, ata pse janë mes veti kundërshtar politik, se janë kundërshtar, po unë nuk e shasë të njëm, po... Ama në simbolik, po është se aj normalisht se çdo njeri hambuk 2-3 herë në ditje, aj që të hambuk... Pasuri ka dollë me bereqet, nuk e di. Piset fotografin kur ba vjen. Ja, unë se kom qitë. Albini e qëtë, edhe kam qitë atëherë, bili ka qenë e fotografia, kër ka qenë zjedhet në Budujevë, më kemi hangon një pasul bashkë, në kohë dhe të shok tjerë,
të mash problemi, edhe më ka pyet gazetari kur e bukën, a tha me qit tash mos gabo. Sa pse thash se i bjen që kur po i servilon apo pse u bukë kriminalist tash më zës po pres. E kur e rëzun tani, çat ditë që e rëzun, një ditë pa rëzu, tha hoxha atë që sa tash çete. Që disha se u mur vendim, u pa që ai përzohet për kriminalist, edhe tani ai pasuli u bukë gja viral. Po ky i dyti nuk e di ai pori ke shumë i mirë, se shkoi 51%, ky i dyti ka me duket në 40. Edhe këtë çysh po duket ky i dyti. Nxandja në fund janori kur po. Unë mendoj që është mirë. Skenën politike. Gazon për shumë mirë, që edhe Albinit populli tha pak udhëheq më mirë, puno më mirë, se në parë njërë të kena 51, tash 42, 48 deputet. Edhe i tha populli që edhe këtyre opozitës që tha halosin i pjek, halosin i përbisu më bo burra më të mirë, edhe këtyre jo da pak më shumë vota, po jo se litë këja ka pak do këtë bonin të farë dalaverës me mërgjimtar. Ma shumë kësh pos në Skenderaj diasporë, po këgja që edhe ndërnas. Edhe ndërnas. Dy qytetet, për shembull ndërnas Skenderaj, i na çudit edhe na, mi po çfarë hajmalie kanë përdorur, nuk e di diçka kanë përdorur. Te cili huaj kanë përdorur, nuk e di. Dikuni hajmalie kanë përdorur se s'ka mundësi për shembull të më dal 2% ndërnas apo 26% për grupet. Është pak dallim këgjë madh, po shteti ka për të mbi lipa ato, kush ka bu dallaver? Unë jam i thar gazi asaj, kush ba dallaver? Dallaveri duhet mu gjuku. Në të mësohen ta njerëz kur e shkelin ligjin me i denu. Shembull për pëllëzim një rast personal. Vajza ime ka konkuru, Ministrit Mbrojtjes, psikologjin e ka kry klinikën në Amerikë, në Colorado, në Denver. Më ka lu dallaver, më ja kanë shef diplomën. Kanë pranu njeri pa licencë, është fakt. Edhe unë kom bo kallëzim, kena bo pa di, e kemi gjykata ka morë vetëm gjykatësi me rishqyrtu problemi, asë që kanë rishqyrtu, e kanë hjek një javë ditë, ato mas një javë e kanë këthuja petë, kanë këtu që nalë në une, tash unë kom bo kallëzim penal. Që 4 muj, halasëm ka thirë prokurori, por mos më ndërë në kur që kërdërë në to prokuror. Nuk e ka me në mënal dhe në gjukatë kushtetuse. Për arsye se në të kuptuar njërës, na kem nevoj për kuadrat forta, kuadrat mira. Unë i kam shkollu thmin, kam hjek, këtë gjashëm, jem kuq me njerës. Ty li para ti, ty që thmive në Turqi, në Amerikë, dhe mosh problem, nuk u kualet, më ka dimun njerëzit për i Macedonijës, më ka dimun njerëzit për i Shqipnijës, më ka dimun njerëzit për i Kosovës, kërë kom pas vajzën në Amerikë, shambull për njof kur njerin, veç kër mja ka që vajzës, të më kom full në telefon me Elvis Nacin, Elvis i ka full me ta, edhe kër mja ka që vajzët $12,500 në konto, ja ka pagu semestrin, njeri kërqovës për njof kur kush ka. Këta ku më? Ja, veç e kom dirë në telefon, e kom falendru, dhe kom thonë, kur të vish për Amerikës i vjen kërqovë, mos më kalzu edhe ndona, veç me shku mi asit një drejk edhe me abon një falendrim se me të edhon gjësë të pare. Nuk o pak, mirë po, shqiptarët Amerikës ishin pak më ndryshe, tani ka qenë edhe një staradronit të istogit. Mu më kanë dimu, e tash, më mja shkel drejten, një lahper, për mush lahper a i që shkel ligjin. A i sa njeri. A i do të me pas kujdes, edhe kur të frigohemi për ligjit na. Unë jam i thari që asaj gazet, mu më denoj policia kënjerë, në komunikacion, se ku më vëzit shpet, tash më stabilizu. Po betohem në Allah është Ramazan, ka ma shku në denimin në më kuqen versht. Pse s'po më falë si më Allah Osman? Adi se, ka plot giliptera që s'gëtën as me i denu polici. Po si të largona, 10 metra, muj me bo bezën zëtë, me njerë tha mira ka pos polici, pëse unë i gra shpejt. Ma e pranoj gabimin me njerë, edhe kur muj me të bo bezën, nuk e di kur emnin as një policin që më ka denu. Sa që mojnë me, pëse, foj është i jemi. Pra, kur të mësohemi na në këtë njërë, përëndimort nuk janë që janë bura më të mirë se na. Jo, marrë veç ligje. Veç ligji i bjerë në ta. Për shembull, ka erdha rrugës, prindet fëmijë aty që bojnë problemele për shkolla, se të përnabojnë edhe në xhami. Të lashëm i folë të ravit për giliptera. Unë për shembull kisha problem Ministri i Arsimit. Çaj djalit që më vjen me thik, ose me mjete, çfarë do mjete të ftofta, ose edhe të nxehta në shkollë, prindi më ja dënu me parë. Me parë. Shqiptar do të më dënu me parë. Merja 100 euro, shembull, një fyrje që e ban nxënësin, një bullizim që ja ban një nxënësi tjetër, thirrë prindi djalit që me faktu çështu 100 euro ki për që dënim. Ai kur mos kam i bullizu kërkan. Një herë dy se si ti prek shqiptar në xhep, vin dinën iman. Se edhe Zoti në Kur'an kur ka thënë pejgamberi alayhis salam kur ja ka myt Axhen, ka thënë vallahi pa i vrash 70 për Hamzën selam.
I ka ardha jeti Kuranit, ka thoja Muhammed, en nefse bë nefse, një me një. Dhome me dhame, syni me syje, veshi me vesh. Pra gjithë shka është ki drejt me mor hak, nuk është ndalune. Hak morja është e lejune me Kuran. Por shka e dyta I ka thonë Zoti, ja Muhammed, ki drejt edhe kompenzimin. Me lyp shemull 100 deve. Ka qenë gjakun kohën e pejgamberit alayhis salam. Po hajri është me falë. Tash pejgamberi çka tha? Tha me mor hak, pa Zoti po më lejon. Po një me një. E një me vra për Hamzën po më doket pak. 70 më ka ndok pak, se lemo një ka thonë, edhe devës po du. Kom materialisht nuk po du, po du hajrë. Mirë, po shqiptarët nuk janë si pejgamberi alayhis salam. Hakmorën jam për mos me bo hakmorje. Se ato shteti do të mi kryo ato sene. Mirë, po shkolla, edhe me mor mosa ndëshkuse me pare, shqiptarët I bjen dinën, I mon këtë gja shpejt, edhe në zonë sa të ishin ku me thika, e nuk ishin lasdru, e s'kishin bo vejpratësia, po ka dal kishin arë në dinë se muni një profesor një ditë më thamë, ne kam dy vllazni profesora. Tha hojsh, tha po mendoj, tha, me lëshu punën në arsim, tha edhe mi bleja 2 lop, e me I rritë qëta vjeta, e me punu se jenë në nëzarë. Këto gjithkush nuk ka thot. Unë besoj që ka nevojë edhe në reformë në arsim, apo të mësim. Unë di si ka nevojë reforma, po mas po reforma në familje. Fëmin ku të çesh ku do të më edukuar më fëmin. Nuk quhet më në shkollë ç'është më thika. Edhe tash po thuaj s'po bën më pas në flekari fëmijë as kush të ça më bota. Wallahi unë në xhami më të pru fort, veç piskëjë pak e pitam se ku na je filonit, ja dy flakarisha të vogël edhe s'është fitone mëse. Nuk lejo kërku nuk shkoj më fal aty, nuk më shkoj me lu futboll në xhami. Pra është problemi nëse nuk merr vesh një herë 2-3 dikur, tash po thonë që fëmijëve nuk bën mirë, po nuk janë fëmijë ata pas 16 vjet. Ata po din mirë, nuk o gjithë po din, edhe po bëjnë probleme, shembull një ditë keni lajm në portale 40.000 përdorus drogës në Kosovë. Shumë ekstrem. 1.600.000 banorina, 40.000 janë pak tepër. Shumë të rritë, birja se dhe mos të rritë për hopë shumë, çështja marihuanës edhe droga tjera. Këta këtë rini për këta, po thënë tani do patriota që po dalin jo, mos mirë me eduku në fe ma shumë, jo pse jam hoxh, po feja të krijon siguri. Feja të krijon siguri. A fe islam, a fe krishterë, mu më intereson feja islam, është e vërtet. Mirë, po edhe të krishterët edhe në edhe prifti edhe hoxha, me punu me eduku ma shumë në aspektin fetal këtë rini, se aj djallë që I vjen në xhami I falet, aj që agje në Ramazanin, ma mos të tëtë pe drogës, pe gjona negative. Po, do të mi eduku në këtë aspekt. Unë e mendoj që Ministria e Arsimit ndoshta janë këta patriotat po ndikojnë, ama që se fuzin Londën në mësim besimit, bilis paku, mënyrën nuk e di, unë jam hoxh. Edhe nuk më intereson mënyrën qyshe e bojnë ata mod. Ala nuk rregullu çështja e shamive në për shkolla, shumë të lëshë. E rregullu është, aja ka pak kur po vjen me përqendru vëmendjen te ka, se po ka plot vojza që shkojnë, po del një shkollë dikush për jashtë në zonë se për me hub vëmendjen. Është përcaktuar. Sikur tash ai që dul në Prizren ai që e kolli Kur'anin atë mos për me hub leftë Ramazan, për me bo musliman më mor me një budall. Tash ai nuk o budall. Dëgjova prom në deklarim me hoxha dikush ka klerikë fetar. Sa që mundet me pos probleme psikike diçka. Apo sa herë bojnë këta që të bojnë kundër Islamit, gjithë janë smut psikisht. Edhe këta kur e bojnë tonë po. Shkojnë në letër si e gjeni janë psikisht. Kur bojnë muslimanë janë terroristë. Ja, ai sa budall hiç, ai është shar budall, edhe në kohë budall, shar budall ato e ka shtit dikush që më na hub lezetin e Ramazanit deve, po fat barsi si herë nuk jo dhëzi. Nuk jo dhëzi fort e var punë, për arsye se ka plot fyre që bën. Unë për ta thash miftia me kon, është dash me paguni avokat. Mja do 3.000 euro në mujt, edhe me na porosit neve xhallarëve në nivel këtë Kosovës. Përcjellni portalet, përcjellni mediat, kush na fyn nëpër media që e the ligjin që fyn nxitur rrejtje fetare sana, çaja avokatit filoni, avokati ja çani kërkes, biri pishman ose çka ke thon, ose më nën mi avok kallëzimin, mu pas denuja 10-15 vet. Sukuraj Gërnoçi një që pëthe ky valori që tha I mërgjimtari që e shojti ka në shojti që Abdullah, tani janë ke fjallë. Është këshire gazë dhe në për komente. Unë jam e pranë, jam këgja aktiv në rrjetët sociale. Kur koment kanë fys nuk I baj. Unë edhe shprej mendimin dem. Amo kur t'hinjsh tani komentet fyse, kur të thirrsh privatisht, o të zëtë një, atë kam rëbëz në zën. Am nje, e di kush jam, pëse më reflet shtu. Qërki guzim e full shtu, pra do të mi eduku edhe këta njerë që mos me lëshu fjallën, për që ta është ligji, bashkësia islame, që ta patriotat që përna fynë,
këta lëvizja drejtëse që ju thamë në këtyne deçanit. Sa shpëtar. Në mos problemi që për na fin o dash me bu kallëzime penale. Para se me dol të televizja deçanit dhe konvertimet në shtetarëve në katolik, po du me të pyte një çështje politike. Ja tha jetë në Drenas, prej shumë dekadësh, me kryetarën e Drenasit, sojnë të kënaqur shtetarët e Drenas. Unë nuk kam pas raportet mira deri me vdekjen e vllavit. Po në vdekjen e vllavit më ka mujt. Unë jam çasi tipi që e pranoj kur të mush. Unë nuk kam fol me to. Mirë po ajo, po burr, u quaj në varrim, u ardha 2 era 3 me po, edhe fuli as fjalë të mira për vllahun, edhe me një familje ma ka mshilgojnë. Nuk jam i kënaqur me punën e tij, po në realitet ma kam mshilgojnë edhe nuk kam çef me morë më tepër me to se më duket si po flas kundër vllavit tim. Faleminderit e kuptoj. Përveç kryetarit Ramiz Ladrovci, Drenosi, të fundit po karakterizohet se është në centër të vëmendjes të medjave edhe me konvertimet në kishën e Llaposhnikut. Qysh është ne? Është Ramazan fort punë shumë po pak po, është problemi aja mas pare nuk është kish, po është objekti fesatit. Kur u nis në fillimin e kam thujt. Qysh po mendon objekti fesatit? I sherrit i fesatit i politikave të poshtra anti-shqiptare, edhe përçars i shqiptarëve. Sa ki argumente për... Kam argumente shumë, unë kam qenë kryetari i Bashkisë Islame 3 mandate në Drenas, edhe sa herë kanë tentu me dallavere, edhe sot s'ka leje të ndërtimit, edhe ata kanë bo kërkesa, herë i peshkvija, herë ai farë personi, herë ata, po në realitet, nëse del që edhe sot ka leje që ai objekt, unë ku të më takoj njerëzit në të më shty në ftyrë, që kanë bo dallavere po për leje, as për token, as për ato kanë bo dallavere nëpërmes këtyne pëlltaris, ma shkurt një farë dallaver mas dallaveri ka shkuaj, edhe personi që e ka nis, ai personi që e ka nis, unë e një bukur mati. Asu nispi ja. Këty në përgone fetare... Ja, ato personi ja ka nis, ai ka menu si ka marrë papa në Llaposhnik, mi prita ata. Asat personi, nuk e di sa o fetare dhe sa ka qenë në patriate, sa qysh ka qenë, në realitet ajo është objekt që u maru perinati, edhe prapatina normal. Ekziston edhe i peshkvija, edhe disa priftrin. Pse sapatën e natë? Po, problemi është me bo përçarje. Problemi është me qase, nëse maruhet kisha ku ka katolik, unë jam si besimtar, me shku me rimuna musliman, se janë numër më të vogël edhe, na kohije me shku, mu më ka ndodhë shamull gaz, ku më shku në Glogjan të Pejes, kam dëshmitar Skender Hoxhën, e prorë shtarak në FSK, jemi shku bashkë në Deçan, jemi nalë, jo kom bo për haj, edhe, jo kom loni bakshesh, për haj që bëmëron e kishën, sa të janë katolik. Edhe, ka së bu 2 orë, më kanë thirë mediat, a jeti më lasmoni, po a kelo pare për kishës, thash jo. Po që për neve në thirë njerëzit për kishës të Glogjanit, thash e zot një në kalova të pare, e parë që këshin në prish kishën e vjetër, po e ndër të ishin tren, o nala i pagua 2 fije armaturë dhe 2 bloka. Dhe me bo një nerë, ja bo nëse vllavi jam e ka njësë objektin, mi ja bo praj. Pra, përse ta musë në më thëjnë fort të farë patriotat që unës jam antikatolik, por jam kunder disa njerëzve të cilët po e përdorin fen katolike për më na përçan me zveti. Sukur një keni këtu në Mitrovic një shalës bajgores, një patriot që po të maru kishën çan. Zdi çfarë strejfe kush e ka patriot e mënë që bëhet shqiptar me maru kisha. Kisha dhe xhamia duhet më maru ku ka nevojë. Jo ku ti tek të livar budallës. Edhe me në po fesat, e me pas probleme, sikur për shembull tash ai objekti i fesatit në Llaposhnik, ato janë ketja 50 vetë Drenicës. Ketjer janë të rrethina tjera, edhe tash, edhe i peshkvija i ka fajet e veta. Se i thënë normat e krishtenizmit, për me hynë në katolicizm janë dhe regula, nuk mund është me hi bash, veç hene delë që ashtu që shënë. Se dhe na i dine e kënë lezu Biblën dhe i dim regullat e krishtenizmit, mirë po, i peshkvija pakës po i përdor ata njerëz, po i konvenon, e s'po i runë katolik që i ka po i dalin për ditë për Kosovës e që shmi aflesu kushtet atyne, po mendohet me bëgë të valojnash, për mua ajo është objekt i fesatit, ka me met objekt i fesatit për derisa t'jam gjallë, për derisa së mbin dikush që është fetar. Ma konkretisht në këtë drejtim për lëvizjen e Deçanit të konvertimet që i promovojnë ata, që me në ku... Unë jam kundër edhe konvertimeve që i bojnë disa xhallarë,
po bon kishte do gjerman, anglezë, francezë, që po edhe kundër atij me reklamu ato se nuk jam, edhe Shefçeti ka pas bën një farë reklamimit të Radovanit. Edhe mos problemi, ani për në bën njerëz e drejtën, unë kesh në Gjermani si vjet, që na heqën vizat ta demokrat, që janë demokrat, po shiten demokrat, kesh në Gjermani, në Zvicër, në shembull ty me të rritymëri, unë kesh në Hamburg një kish që u bë xhami. Këshim ble arabët edhe ishtë gjami edhe u ferafu edhe u folja në atë objekt ato. Të mos problemi, nuk është konvertimi, nuk është nejfar që duhet me reklamu. Është e drejtë njeriu ka drejtë me besu çka do. Ne kemi në Kur'an, neve Islamin na mëson, lekum dinukum waliya din. Ti e ke fen ton, unë kam, por unë kam dalë kundër, kam pas probleme, kacafytje verbale me këta ashtu me fjalë, për shkak se po ma lidhin me shqiptarizëm. Bile dhe ki një katolitan është ai fort shqiptarë, mos ma lidh me shqiptarizëm. Islami, krishtenizmi, edhe ortodoks, edhe katolik, edhe protestant, edhe muslimanët, edhe tarikatet, janë shqiptarë gjithë. Tash, besimin e zgjedhin cili donaj. Por më dhonë për parësi se kinse kisha ose teqe ose xhamia ka ma shqiptare, tash. Si thojnë feja shqiptare të shqiptaria, qysh? E vetëm ja pyete budallit që bëhet në kohë me shqiptarët ç'kja. Të mos është problemi çfarë feja është shqiptaria. Shqiptaria është këmbë. Shqiptar na ka fal Zoti. Edhe ato, edhe me dasht, unë edhe ti, gaz, nuk mujna me ndërkohemi. Na mujna me bëve veprimet serbit, gjermonit, të francezit, të anglezit, por na shqiptari jena se na ka fal Zoti tillë. Fen, shembull, e kemi pak trashëgim për familjes, po kur bëm vetëdijshëm, unë nuk jam musliman për shkak të babës edhe të nanës. Unë e kom lind me një familje islame, po kur i mboj vetëdijshëm, moshën madhore, unë e kom pas drejt me zgjedh çka du. Edhe s'ma kishë mbënu as baba, as nana. Pra, tash jam musliman me vetë dëshirën time edhe me bindjen time. E sikur edhe profesioni hoqë, mas luftë e shembull me pas dasht, unë e krejt që ta prejashim thaqit, që ta njerëz të uqukës, toni kom pas raporte shumë, edhe i kam alo raporte shumë të mira. Kujt isha tho me hinë punë në aeroport, në keke, ku të kisha dasht, kisha mujt me hinë punë dikon edhe 2 rrogat o xhallarë me morë. Po profesioni hoqës e kom dasht, edhe du, edhe ja 2 vjetë edhe dalë në pension, edhe bilim mos për dalë ma herët, bilim dalë ma herët, jo se kërë se... I përmene këta luftës, komandantat e sanë, hecat e luftës, raportet me familjen jashore, da tu i që shpinatë të tejtës, fa raport e ki? Po, ramja familjes jashore dhe lagjës jashore në përgjëzi ka qenë një ramje shumë e dhimshme, po edhe shumë krenare, 2 jatë. Unë kam qenë imam tash në Trenas, po kur sa rrej baba ra, mes vjeti pas kur sulmoni jashar, të që mi folë sabajnë, edhe tash po një në krismat ka jashart, edhe nena ka aqareva të reqevë që lausha, edhe dole me djallë në migjes me mërat mëslin, me përcjell. Në Rezalla e kishe informata, unë s'kisha shumë informata, edhe 3 ditë e 3 net luft. Uron 56 antarë, familje lagjës jashari, 20 migjes shaban, edhe 36 lagjës edhe mes që kanë qëlluat, nipe. Edhe me 10-in, dulemi që po vërrosën. Unë i thash mëratit, thash, dena me shku, baba sikur baba, nana sikur nana, jo se si ki gjemat, mirë po unë, thash, jam pak një farë fanatike, thasha, me bu më vërros pa hoqë, tani mas luftet që se besha me që i kana marrë liria. Ka marrë liria, mas luftet që dena me dalë gjematit për para, me thonë, hoqë, kur ke pasulli gjithë kokre, juve s'ju pa më kërkon, dhe në kitë kontest e kom përdorim, kom pas shef me shku, edhe ka dorë zoti, ma ka mundësu, ka qenë rëzikim, nuk ka qenë pa rëzik, ma s'kam fërt qef me umor me këtë temë ose u bo pak tepër, po në realitet kam qenë ditën e parë në përcjelljen, në rregullimin e qefinit gjenazave, po tani mas kyse be po bon që familja e shorim ka respektu, unë disa vite kam qenë edhe përfaqësues në pajtime me Basneri, pse kam shpesher kemi shku bashk, edhe sot i kam raporte shumë mira dhe me ta djemt, po raporte më të mira i kam me Basnerif. Për arsye se ai që do të molleni do të tjerë tanë. Ai që nuk ta do të zëtin e shtëpisë, këta tjerë nuk ti do fort veç sigurisht e kanë interes. Unë sa të Basnerif gjallë, i do gjithë të tjerë, i respektoj gjithë të tjerë, ama kulmi, edhe mendoj që edhe kombi shqiptar ka pas fat që i ka pështu Zoti i Rifat Jasharin. Dhe nësi kom si popull, edhe si familje ata djemt, edhe si lagje, po edhe si kom kemi pas fat që kemi Basnerif se më ka ra shumë me nejt me shkune për to në për të pa në për të bime në Dugagjene, në Lape, kam pas në për Kosovë, ja di zemrën, ja di shpirtin.
unë të çuditna çfarë njeri është. Edhe në aspektin e njerëzorës, edhe në aspektin e fetarës. Ka thonë gazetarës për përvjeturën e 5-6-7 marsit të viti, i kesh thonë që kom punu 35 vjetë në BMW, s'kom bli BMW kër, për shkak se s'kom mujt me bli kërë, para se mi bli djemve nipave për shkak se ata rrëq. Është të vërtet, ajo është zemra huj. Ajo është, nëse është një njeri që punon për tjertë, e mas pakti për veti është Rifat Jashari. Ti llogjet ku më ka pasur një rast, tha huaj, tha 11 vjet kom punu veç në ndrimin e tretë. Unë tash nuk e disha pse aty. Thasha pse baceri, tha se rruga ko më e madhe, më ja çu babës më shumë pare. As se ka marrë gruan me veti. Këtu i ka pas familjen krejt. Mos problemi ajo është edhe sot thash. E kanë lënduar njerëzit, po e lëndojnë njerëzit për ditë. Me shumë po tham, çata që e lëndojnë Rifat Jasharin, një pikë pyetje, a janë shqiptar, një pikë pyetje, a janë musliman. Ne t'ja bojnë vetit. Për kënë e ki fjallë. Për kush do kuft, baba jam nëse quhet, vllavi jam nëse, djali jam, kush ka një mendim, ose një diçka që mundet me lëndu basin riv, në të me do mirë se, po tham, unë prej mas lufte, jam me të para lufte, nuk e kom njoft, prej mas as Adem Jasharin se kom njoft, Hamzen edhe me Shaban po, si lagje, si familje, dhe më kushëri, kena pas 2 kushërina, kena pas martune lagje tyne, dhe më shëri, Mizan Shaban e kom po në për të po, në Hamzen e kom po, Ademin se kom po, nashta e kom po, po nuk më kujtojt, basin riv mas lufte, po aje ka një zemër të çuditshme, është një njeri me një shpirt shumë human, po thamë në shpesher ku më tu me ta, kur i kom pas mi në shkollë, kur më ka thonë dhamar, edhe hala kur s'di që ja kom pagu një drejk Rifat Jasharit. Se që shqyuet, shkojnë kështë po dalë me ce, kur që ju e ka pagu. Besa dhe shpesher, as nuk e len as pronarin, se ka plot restorana që kanë qef mi ja pagu, ka qef mi pagu shumë i çuditsh. E për që ato unë e kam një respekt madh dhe inshallah në lën Zoti Ala, inshallah në lën Zoti Ala, se burse Rifat Jashari, unë i bona 42 vjet imam, nuk po takoj, me zemër edhe të njerit, edhe të shqiptarit, edhe të muslimarit. Ma shkurt është një model për neve. Po i zëndërum, faleminderit shumë për intervistën, është tek kënaqësi jashtëzakonshme. Të rinera dhe ty, faleminderit, përshëndetje. Shikues të nderuar, shihemi në emisionin e javës së ardhshme. Faleminderit shumë për vëmendjen.